është koha që ne I kushtojmë Megatek dhe në këtë takim do të vijojmë të flasim për enët e kuzhinës. Do të japim informacion të detajuar për tenxheret, për tiganët edhe për tavat. Ju e dini se sa të rëndësishme janë që ato recetat tuaja të dalin aq të shijshme. Angji, përshëndetje, mirë se të gjej edhe këtë herë, vendosur në departamentin e enëve të kuzhinës. Këtu do të flasim për produkte të cilësisë premium që na nevojiten të gjithëve në shtëpitë tona apo edhe në biznese. Dhe produktet që ne në Megatek kemi sjellë dhe kemi përzgjedhur janë në kategorinë profesionale, por edhe të përshtatura për ambientet familjare. Kemi sjellë linjën e tenxhereve të cilat vijnë në material inoksi dhe të tiganëve me material inoksi. Inoksi është një nga materialet kryesore që e bën cilësinë premium të këtij produkti, pasi janë shumë rezistente ndaj korozionit, janë shumë të lehta për të pastruar dhe në të njëjtën kohë ju nuk do të keni nevojë të përdorni shumë vaj në gatimet tuaja, duke e bërë në të njëjtën kohë një produkt I cili na ndihmon në jetesën tonë të shëndetshme. Dhe ne kemi sjellë në masi të ndryshme, në thellësi të ndryshme dhe në përmasa të përshtatura kështu sipas varietetit të gatimit që ne do të kemi. Dhe gjithashtu I kemi edhe me veshje të cilat janë kundër pra gërvishtjes apo edhe kundër të gjithë dëmtimit. Përveç materialit të inoksit, ne kemi sjellë edhe tenxhere të cilat janë me induksion dhe pa induksion. Këto janë të përshtatura për pjanura të ndryshme, po ashtu edhe për gatimin me gaz apo edhe për gatimin me soba elektrike. Pra shumë të përshtatura dhe të cilat në këtë formë si një produkt shumë profesional. Ndërsa cilësitë kryesore që unë do të përmendja është fakti se ato janë shumë të qëndrueshme dhe gjithashtu janë rezistente ndaj temperaturave të larta. Në të njëjtën kohë, materiali I tyre veshjes I bën ato që përhapja e nxehtësisë të jetë e njëtrajtshme, pra gatimi do të jetë një proces shumë herë më I thjeshtë par këtyre produkteve shumë profesionale. Janë të gjitha prodhuara në Itali dhe janë në veshjen e aluminit. Veshja e tyre prej guri I bën ato të jetë shumë rezistente. Do të kemi parasysh që në përdorimin e tyre të përdorim lugë, të cilat nuk I bën ato të jenë lehtësisht të gërvishme. Pasi është një material I cili edhe mund të dëmtohet, por që me përdorimin e saj në mënyrën e duhur, do të jenë shumë rezistente dhe ju do të keni për një kohë shumë të gjatë në kuzhinat tuaja. Dhe gjithashtu, materiali I bishtit është një material I cili është shumë rezistent ndaj nxehtësisë. Kjo është një linjë profesionale, një gamë e cila përzgjedhet më së tepërmi nga restorantet e mëdha, të cilat gatuajnë në sasi, pra dhe kanë nevojë për këtë lloj kategorie produkte, të cilën ne kemi sjellë, edhe kemi edhe pjesën e kapakëve të cilat janë të përshtatura varësisht edhe masisë të tenxhereve që ne kemi. Kuptoj që janë zgjedhje e parë e shefave të kuzhinës. Dhe më besoni, shefat e kuzhinës dinë të zgjedhin. Krahas linjës profesionale, ne kemi sjellë edhe tiganët apo edhe tenxheret të cilat janë për amvisat. Dhe ky është një kënd shumë I preferuar në Megatek, pasi të gjitha amvisat përzjedhin ndërmjet këtyre produkteve shumë cilësore dhe me një çmim shumë ekonomik. Këto tenxhere dhe këto tigan vinë në material alumini. Alumini është një material I cili reziston ndaj nxehtësisë dhe bën të mundur përhapjen në mënyrë të barabartë dhe të njëtrajtshme të gjithë nxehtësisë. Dhe një nga veçoritë kryesore është veshja prej gurit, e cila është një veshje që e bën atë të jetë në të njëjtën kohë shumë rezistent, por edhe të jetë një shtresë kundër ngjitjes. Dhe gjithashtu do të theksoja se në materialin e tyre të pjesa e bishtit është shumë rezistent sepse ne shpesh herë vëmë re që kur marrim tigan fillon të shkrihet pjesa e lartme. Dhe kjo ndodh për shkak sepse ajo nuk është një cilësi e lartë. Por në këtë rast ne kemi sjellë një veshje e cila është kombinuar perfekt me materialin e aluminit të cilin ka tigani. Është I lehtë. Kjo është një nga veçoritë kryesore. Shumë I lehtë në përdorim dhe ti specifikove një nga cilësitë kryesore që këto tigan kanë. Janë pra edhe për të gatuar supra, gjithashtu, jo vetëm për të skuqur. Në të njëjtën kohë ne kemi edhe këtë linjë tjetër. Kjo linjë është linja e 5, e cila po ashtu vjen në materialin e aluminit, por një veçanti e saj është se është shumë e këndshme. Jep atë ide sikur është një produkt nga qeramika. Për pjesën e të gjithë tyre tenxhereve dhe të gjithë tiganëve, ne kemi sjellë edhe linjën e kapakëve, të cilat janë të përshtatura në përmasa të ndryshme varësisht pra produktit që ne do të përzgjedhim fillimisht. Dhe ato kanë një material shumë të cilësor të xhamit, I cili e bën atë një zgjidhje perfekte dhe po ashtu shumë higjienike në përdorimin e përditshëm. Është shumë I qëndrueshëm dhe nuk është lehtësisht I thyeshëm. Një nga cilësitë kryesore që e bën atë një produkt superior dhe përzgjedhjen kryesore për ideale për klientët tanë.
Engji, besoj materiali i granitit tek tenxheret e tiganët duhet jetë shumë i preferuar. Ky lloj veshje materiali është shumë cilësore pasi ajo nuk bën që ushqimet të humbasin shijen e tyre. Pra edhe në momentin kur ne do të gatuajmë në rastin konkret salca të ndryshme të cilat kanë aciditet, kjo nuk do të jetë një problem, pasi shpesh herë edhe në tenxheret mund të shkaktojnë reaksione të ndryshme të cilat ndikojnë në shëndetin e njeriut. Por në këtë rast, fal veshjes së tyre, kjo e bën atë të jetë një produkt superior, një zgjidhje perfekte për gjithë klientët, jo vetëm për këtë arsye, por edhe për shkak se ne kemi sjellë në ofertë në këtë sezon. Janë rezistente edhe ndaj temperaturave, të përshtatura për gatime në pjanura të ndryshme dhe me induksion, të cilat e bën atë një cilësi shumë kyçe për të gjitha përdorimet në kuzhinë, pasi është një produkt jo vetëm shtëpiak, por edhe një produkt profesional. Po ashtu, në gamën e tenxhereve të cilat ne kemi sjell, përfshihen edhe ato të cilat vijnë në materialin e çelikut. Materiali i çelikut njihet për disa veti, që është i lehtë në përdorim, i qëndrueshëm ndaj korrozionit dhe gërvishtjeve, që mund të zgjasë me dekada, e gjithashtu është një produkt shumë higjenik, në të njëjtën kohë do të jetë shumë i lehtë për të pastruar, dhe gjithashtu është edhe ekologjik. Dhe po ashtu, kemi sjell edhe pjesën të tenxhereve të cilat janë me presion, një përzgjedhje për ata të cilët duan ushqime të gatuara në një kohë më të shpejtë, dhe gjithashtu është një produkt profesional do të thojë unë, pasi mund të përdoret jo vetëm nga ambisët, por edhe nga profesionistët e kuzhinës. Ndër të tjera, mund të përmendim edhe pjesën e tavave të furrës, të cilat mund të përdoren për gatimin e kekëve, ëmbëlsirave të ndryshme, gjithashtu janë edhe pjesa e prerseve të ndryshme për kekët, dhe po ashtu kemi sjell edhe këtë pjesë të tavave, të cilat janë edhe për pica, apo dhe gatime të ndryshme të cilat ne do të realizojmë, pra do t'i gatuajmë në furrë. Edhe po ashtu kullesa të ndryshme për makaronat, apo dhe rjeta për zjerje dhe për friturë, pra janë të ndryshme dhe mund të përzjedhen ndërmjet materialeve të ndryshme që mund të jenë kryesisht të çelikut apo të aluminit. Unë do të përmendja si veçori kryesore cilësinë e lartë që ne kemi sjellë në këto produkte, shumë të përshtatura për gatim dhe shumë të lehta në përdorim. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm, sidomos tani në sezonin e verës, janë edhe mbajtësit e lëngjeve të frutave dhe mbajtësit e kompleksave. Ato kanë kapacitet i cili shkon deri në 5 litra, pra është një kapacitet i lartë mbajtës. Në strukturën e tyre ne kemi përzgjedhur materialin e inoksit dhe gjithashtu edhe materialin e drurit, dhe në veshjen e tyre kemi pleksiglas, i cili është një material shumë rezistent dhe po ashtu është shumë i qëndrueshëm. Po ashtu kemi edhe pjesën e banjëmarive, apo edhe të stendave me kate, të cilat shërbejnë tani në pjesën e të gjitha ëmbëlsirave, kruasanteve kryesisht. Pra këtu gjejmë një gamë të gjerë të produkteve të përshtatura për bizneset profesionale dhe bizneset e mëdha. Edhe në pjesën e larme ne kemi sjell pra të gjithë mbajtëset e këtyre tasave të cilat janë për shërbimin e salcave të ndryshme dhe vjen në këtë lloj forme e rrotullueshme dhe e komandueshme shumë thjesht nga kushdo që do të blej këtë produkt dhe ta përzgjedh ata. Në këtë pjesë të kuzhinës në Megatek, ne kemi sjellë të gjitha shportat të cilat janë përshtatura si për fruta, po ashtu edhe për shërbimin e bukës. Mund të zgjidhni ndërmjet përmasave që ju përshtaten në kuzhinën tuaj. Me sa kuptoj, këtu vijojmë të qëndrojmë ende tek servirja. Qëndrojmë tek servirja, kryesisht të bizneseve të cilat operojnë në fushën e prodhimeve të picave, sepse këtu kemi të gjitha mbajtëset e picave dhe po ashtu prerëse të cilat janë të përshtatura për pjesën e picave. Në anën tjetër kemi të gjithë stryset e frutave. Kjo strysë e frutash është një përzgjedhje të cilën ne kemi quajtur bestseller në Megatek, pasi jo vetëm çmimi ekonomik, por edhe materiali i inoksit, i cili është shumë rezistent ndaj korrozionit dhe që do të rezistojë gjatë në kohë, e bën atë kryesore në përzgjedhjen e klientëve. Vjen në dy masi të ndryshme, kemi edhe mbajtëse të akullit, pra ftose të ndryshme, të pijeve të ndryshme. Sa të këndshme? Nga Secret Gourmet, e cila është një nga markat më profesionale në prodhimin e enave të kuzhinës dhe kryesisht të produkteve profesionale. Kemi këtu pjesën e të gjithë beach bareve kryesisht, pra të gjitha elementet e duhur në shërbim, edhe numrat, të gjitha elementet të cilët duan edhe për përgatitjen e kokteleve të ndryshme, bizneset do të gjenë gjithçka çfarë i duhet në kuzhinën e Megatek, sepse ne kemi sjellë të gjitha produktet e nevojshme. Engji, të falenderoj shumë për gjithë informacionin. Si gjithmonë, është shumë kënaqësi të takohemi bashkë e të përcjellim informacion për kaq shumë produkte sa gjende në Megatek. Megatek sjell gjithmonë super oferta, por edhe detaje unike të cilat nuk mund të gjeni kudo.
Gjithçka kishim përgatitur për living room përfundon këtu. Uroj të keni një mbrëmje të mrekullueshme. Mirupafshim.